Në Pogradec është çelur edicioni 20 i Festivalit Ndërkombëtar të Teatrove të Kukullave, Xhinxifilo. Për 4 ditë me radhë, ky festival do të sjellë për publikun shfaqje nga 7 trupa teatrore. Nga krye të ndryshme, sa lajmi dhe mua më kanë caktuar organizatorët. Është një festival i shumë pritur sigurisht nga veçanërisht nga fëmijët e qytetit dhe ne jemi përpjekur që me të gjitha trupat pjesëmarrëse të rakordojmë në mënyrë që shfaqjet të jenë të bukura, të jenë me mesazhe të bukura për fëmijët dhe sigurisht të jenë edhe edukuese për ta. Kemi ftuar trupin e teatrit kombëtar të Prishtinës, Dodona, dhe nga Maqedonia e Veriut kemi trupin e teatrit Pinokjo të Tetovës. Pjesë të këtij festivali janë trupa teatrore nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa regjisorët tregojnë risitë e shfaqjeve. Korçë aktiviteti është me një shfaqje e cila titullohet Xhipkot, bëhet fjalë për një udhëtim imagjinar të një vajze të vogël e cila quhet Klea. Atje takon disa miq dhe me ndihmën e të cilëve ajo arrin t'ia dalë mban. Vlora si vjet vjen me një pjesë që ka të bëjë më shumë me ndotjen. Titulli është Perla e dritës së detit, si ndërgjegjëson njerëzit që mos të hedhin në plastikën, qeskat në det dhe ta mbajnë pastër ambientin. Shfaqja është një pjesë e një teatri të thjeshtë tavoline, titullohet Patat punëtore, është shkruar nga Sulejman Fuga, muzika nga Altin Metou, Kukullat e bukura të Aleksandr Brekos dhe aktorët e mrekullueshëm të Teatrit Kukullave të qytetit Berat. Teatri Skampa këtë vit prezantohet me një shfaqje të Kristin Nostlinger, është një autore austriake, që titullohet Elefanti që donte të fluturonte. Tematikat edukative që nxisin imagjinatën dhe frymëzojnë të veçlit kanë qenë në fokus të festivalit Xhinxifilo.